Emisioni Jet o Jet me Ton Zogjanin për krahët nga Top Store, Dyba Metal, Rimida, Agrion, Corona Dent e Spitali Lindja. Mirë Roma, mishtë e mi, për i kthehemi prapë me emisionin Jet o Jet. Sot e kam vërtet një mysafir shumë special, si gjithmonë. Mysafirët e mi janë special sepse unë i trajtoj si të tillë. Kjo ka shumë rëndësi, e kemi thonë edhe në disa hapje të emisioneve që të na u kriju një situatë tensionuese, nuk e di pse. E thirin mysafirin për mos me ngu. Kur e thirë mysafirin, e ke bote lash, e ke pru për i shpis, ngo vlla, qka po thët, se ka diçka me kallëzu. Nga kjo emision e shfrytëzoj rastin edhe sot djali jem Leka, ka ditëlindjen, mja uru ditëlindjen, është i vogël edhe ka qef, mja uru në përmes televizionit. Lek, edhe shumë të lutem të rabab, sonte e kam teftum një studius të filozofisë, njësi mirë rrethana politike, ka pak e mbron vetëvendosjen, po ka një herdin edhe me nguz vetëvendosjen, e me mu bashkë sonde është Labinat Balaj, Labinat ose Lab, mirë se erdhe. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën e Lekës Urime Datëlindja, u bafë 100 vjeç. Faleminderit shumë për të fjalë të mira me këtë fëmijët e botës. Kjo ka rëndësi. Lab, qa ka ndodhë këtë venë Lab? Lugën tëna onë të Lab. Lug. Qëto dete patëm që ndeshje pak na spostoj nga rrethonat politike e shoqërore në këtë venë, po që ja sot do të kthehemi në temë. Në lugë se me gjasë si popull kështu, këtë trajektorin historike tonën, na ka shtu që shtu kaosi dhe në kaos me gjasë, dina me mbjetu e me performu ma mirë. Sepse ma mirë se në raport me rrethonat që janë, të me thonë, jo kaotike. Kështu e besoj edhe unë. Pa cinizëm, pa ironi, për thëmë që historikisht i na dëshmu, kena demonstru ma shumë performancë kështu të gjithë mbarshme në këtë sferat shoqërore në kaos. Nuk jena popull që e kemi përbrendësu në ashta paradigmen që karakterizën popujt sidomos të Evropës qendrore, sidomos Gjermanët, popuj Gjermanik në përgjithësi, po veçanti Gjermanin, dhe me thonë, disiplina në punë, korrekcia, kultura e punës, na jena një popull antipod me popujt e Europës, sidomos Europës qendrore, për që thashtë, me në krye në Gjermanin, të më thonë. Lab, normalisht për pozitën me fol, kemi me fol në vazhdimësi, por unë du me njësë muhabetin për opozitën. Në shofë se pej sa boj deri në darkë shohet pozita, normalisht, sepse ata i kanë mekanizmat e pushtetit në dorë dhe me të drejt njerëz mund me konë edhe të knoqën edhe të paknoqën. Po, a kem alternativë dytë? Kjo është e rëndësishme. Edhe, po, pyetje shumë e qëndrueshme, ose që theshëm për para, pyetje shumë e qelluar. E qelluar. Po, emision i qelluar. Emision i qelluar. Jo, mendoj që kjo është grehina e fundamentit që e mon vetëvendosjen parti solide, parti të 50%, dhe me thonë mungesa e një alternative. E mbi qitë bazë, mbi qitë fakt që s'kem një alternativ tjetër, më bën edhe mu me asocu edhe me shpesh me qenë një farë apologu ose avokati i vetëvendosjes. Sepse njerëz t'i kujtojnë hipotekat e partive, gjithësisht të qeverive pararendze. I kujtojnë edhe dyqysh e absolvojnë, e falin edhe qeverinë e sotme. Shto dhe faktin që performancën më të mirë në raport me partit paraprake e ka sot vetëvendosja, dhe më thënë. Veç kur t'i kujtojnë shpurën e njerëzve që ka pasë qeveria e Haradinaj të azomë, e kujtojnë pa Lekajnë,
e kujtojnë ndaj ministër tjetër edhe e falin Albin Kurtin, jo që e falin, po edhe e shpërblejnë me votë dhe me mandate qeveritare. Mungesa një alternative tjetër. Edhe une që përshquna po asociona konjunkturalisht si apologi i vetëvendosjes, ndoshta me pas një alternativë për te vetëvendosjes, isha asociu me dikën tjetër. Po partit ekzistuese, skena opozitare, nuk ma ngro zemrën që nuk mundet me fitu mbështetjen tënde, me thonë në asnjë mënyrë. As mbështetjen mja bë avokatin, po kur duhet po. Nëse besoj që kanë të drejtë në një çështje, automatikisht unë e rreshtona, sikurse qysh di, ndonë se karakterizona si mbrojtësi vetëvendosjes, kur të shoh që kjo lëvizje, gjithsesi kjo qeveri, mos më kalë të qeveria njerë, edhe mos ma perkufizo opozitën si blok. Du me bo një analizë... Ato insistojnë, ndonë se jenë blok... Ja, du më bo një analizë në kuptimin që këto si blok nuk mujna me cilësu, se janë 3 subjekte që operojnë në darazi, që ka uzo aty në është me orë më pushtet, e kuptojnë. Po, jenë blok, jenë të njëjtësume veç në një rafsh, dhe me thonë, kur i mobilizohen në përpjekjen me rëzu qeverinë, dhe me thonë, qëto për masa reduktohet bashkëpunimi tyne, gjithsesi njëjtësimi tyne. Sepse e kemi pa në harkën kohor prej zgjedhje nën shkurt nëse s'gaboj, në zgjedhjet nën shkurt e kemi pa që ka qenë një ofertë për bashkëpunim, por që s'kan mujt me bashkëpunu. Miskeniteti i partive respektive, me thonë, e ka pamundsu që njëjtat parti me ardhë me kriju një qeveri. Dhe me thonë, ka pas ambicje të secilit kret partive. La, më valë si për ndërprej, po këto termet unë kam qef pak për publikun, se do me përqu, kja meskine. Po, shpirt ngushtësia. A, shpirt ngushtësi. Se cili prej krerëve të partive opozitare e ka sinu vetë me qenë kryeministër. Dhe me thonë, që ke shpirt ngushtësi, ja ka mundësu Kurtit me qenë edhe njëherë në pushtet, jo me qenë do si do, po mi kapitalizu një rezultat prej mbi 51%. Dhe me thonë, lufta e mbrendshme e partive opozitare. Sepse kush ka me qenë në krye të një qeveri të mundshme pa Kurtin, e ka pa mundësu një bashkëpunim, dhe me thonë, me u kurrizu një bashkëpunim i partive opozitare në të rajt qeverie. A e din nga cila pol ka orë dëshira ma e madhe, sepse si rend partia e dytë në qofë se ka dalë në zgjedhjet e fundit, i takon një farforme me marë primatin në qofë se dënë me bo një kompromis. Po në qofë se dënë me bo kompromis, atëherë shkon që shkoj edhe përfundoj. Si po është gjendjen në Partinë Demokratike, se është partia e dytë në Kosovë me vota mas vetëvendosjes. Edhe pse diferenca është shumë e madhe me vota, po me gjithatë si renditja është e dyta. Partinë Demokratike prej që është në krye të saj, sidomos Hashim Thaçi, domethënë e karakterizon një farë mungese e identitetit politik, sepse nuk e ka një lider që ka pas Hashim Thaçin me karizmë, domethënë absolute. Dhe edhe kjo parti, domethënë sot është e fragmentuar, unë e kam shpjeguar edhe përmes një shkrimi, e kam artikulu ma thellësisht që domethënë është e ndame me dy vizione. Është një vizion që dën me majt kështu mëna një gjeografie, domethënë që është sidomos Skenderaj. Edhe vizioni tjetër që dën me të kalu çato mbyllje në areal të caktuar gjeografik. Ky vizioni që pe njerëzve që militojnë më shumë në Prishtinë, domethënë në kryetari Urani Ismaili e një pjesë e tyre. Domethënë është një ndeshje dy vizioneve. Po thush që kanë fërkime në kuptimin e regionit? Po, i kanë fërkimet interne, sepse... A interne? Po, s'besoj që kanë kurajo, s'po thëmë guxim, mi demonstru ato përballë vizionit, kontingentit tjetër që ka një vizion me majtë PDK-n mrena një rajonit të saktum. Nuk besoj që guxojnë mi demonstru ato animozitete që kanë ose ato ambicje. Veç bajnë lëvizje që në funksion të i kalimit të PDK-s, dhe më thonë nxjerrjes së PDK-s prej çatij arealit. Dhe më bajnë lëvizje, dhe më thonë flitet që edhe
kjo sistemi zgjedhor ku votohen 10 kandidat ka qenë ide e njerëzve të PDK-s që gravitojnë më shumë në Prishtinë, edhe që me idenë që me shtri pak a shumë përfaqësimin e PDK-s në kuvend, mos me qenë i reduktuar brenda një zone të caktuar. Me që Rolof edhe u përmen urani, Po. në Prishtinë, PDK-n e ka gjithë si mos ma keq. E ka rritë, edhe ka kriju një audiencë. A e shini potencialisht në qofë se nuk ndodhë diçka në Hagë, a e shini si lider të PDK-s? Pavarësisht që e ka diktu kështu performancën e elektorale të PDK-s në Prishtinë, nuk besoj, sepse thash që është ai varianti tjetër i grupi i njerëzve që dojnë me majtë PDK-n brenda një identitetit gjithësisht një gjeografie të caktuar. Domethënë është kjo utopike për uranin edhe për çdo që dëshiron me qenë në krye të Partisë Demokratike, me qenë hierarkitë saj, e ka një obstruksion që e ka emrin gjeografi. Edhe burimi vjen për dika tjetër. Po. Kjo, mirë, po të LDK-ja? Dhe më thonë, është vërtetu që me ardhen e Lumirit që s'ka qenë problem i LDK-s Isa Mustafa, sepse shumë kush e ka ekspozu para kritikave Isa Mustafën që e ka stërkeq partinë, dhe më thonë në një parti që shka qenë LDK-ja në parti 13%. Gjithatë ardhja e Lumirit është vërtetu që problemi i LDK-s nuk është Isa, as nuk është zgjedhja Lumiri. Dhe më thonë, zgjidhja më falni, Lumiri, sepse Lumirit ju ka ndaj vesh një farë atributi, thuj se është replikimi i modelit politik të Ibrahim Rrugovës. Megjithatë, koha e ka dëshmu që nuk është në kapacitetin e tina me qenë as parafërsisht një lider që shka qenë bashkëthemeluesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës, presidenti historik Ibrahim Rrugova, shpesh ka qenë anakronik në plasimin edhe të maksimave kështu politike. E moj men e entuziazmum në njëherë në një tubim të LDK-s, tha ju bëj thirrje të gjithë punëtorëve, tingëlloj si kjo në farë thirrje, një farë kushtrimi i marksistë, proletarat të gjitha vendeve bashkohune. Bashkohune rreth kauzës. E kom vrejt, do me thonë, kjo ka qenë një farë indikatori që ai qalon në aspektin kështu ideologjik edhe të formimit të ideopolitik. Rrjedhimisht edhe kjo e penalizon në me qenë një farë lideri solid në kuadër të një partije që shkon një trashëgimi të madhe LDK-ja. LDK-ja është përtej mundësive të tina. Përveç problemit që ka të identitetit politik LDK-ja në vetë vete, edhe lideri është të me thonë jo adekuati, thonë mazbuti, lideri saj. Si pas të Elab, qka do të me bo LDK-ja për me i bë karshilëk këti pushtetit ma? E para, qartësimi ideologjik i saj, dhe me thonë, sepse kemi pa dhe gjatë fushatës, ndonë se LDK-ja shuhet si parti e djathtë, jo e ekstremit të djathtë, po parti e qendrës të djathtë, sikur se PDK-ja, kanë bë prezentime ose kanë bë oferta elektorale që jenë tërësisht të fahut të maj, dhe me thonë, LDK edhe PDK, në kuadër të problemeve të tyne, është edhe të LDK dhe të PDK në kuadër të problemeve të tyne që të pamundësia tyne elektorale është, pra po thëmë që ke mos qartësia ideologjike. Sepse kanë bë oferta programore që kritikisht i takojnë taborit të së majtës. Edhe që akum vërejt gjatë fushatës edhe të Lumiri si kandidat për kryetar, kandidat për kryeministrin nga radhët e LDK-s, edhe të zotëri Hamza, që kanë qenë reaktiv për ball ofertës e vetëvendosjes. Nëse vetëvendosja ka thonë, zoti Kurti, paga minimale ta zonë 500 euro, këta kanë shumë fishu. Dhe me thonë, kanë thonë që 1.000 euro. Po, po. Mandej të programi që është tërësisht i majtë edhe që ka promovu vetëvendosje, dhe me thonë, subvencionimi i nanave, subvencionimi i lindjeve, sa dhe që duket e djathtë kjo, një politikë e djathtë, politikë prapë megjithatë është nacional-socialiste, dhe me thonë, ideja e stimulimit të natalitetit është
sa është e djathtë është edhe e maj, dhe me thonë, që ke paqartësia ke penalizu dy partit, paqartësia ideologjike. Nuk e ka në vizion të qartë, Jo. po dojnë me mërija dhe se Jo. si duhet me sfidu partinë në pushtet. Tjetër që kanë bo edhe së kanë ditë me artikulu, dhe me thonë kanë qalu në artikulimin e kritikës, kanë dashur me dajnë vesh, dhe me thonë qeverisë, dhe me thonë me së kvalifiku kësi tradhtare, energjin problem për Serbisë, për armëgjve tonë, dhe mandej ka rezultu që sështë ashtu, edhe e kanë ndjek një kauzë që ka qenë shumë e vlefshme. Më thonë, të energjia është dashur me adresu kritike në ryshe, dhe me thonë, po bëhet në kurrës të qytetarëve, e jo po blehet për Serbisë. Mos ma djek punën e energjisë se kena me folë. Po e tha një gjo interesant, sidomos nga radhët e AK-s ka ardhë kjo, si me thonë, Stigma në raport me partinë e pushtet. Por që, po të adhojmë me që jemi na në Prishtinë, me qendër e kemi afër këtu fushë Kosovën, Lëvizja vetë vendose ka koalicion me aleancën për armërinë e Kosovës në fushë Kosovë. Vëlla, apo ma donë, jo mu, po publiku, qitë punë. Tash, a është me Serbin, a së është me Serbin. Se ku po më konvenan, është me Serbin, ku së po më konvenan, sa me Serbin. Që kjo e delegitimon kritiken e opozitës. E delegitimon, dhe me thonë, jo veç e delegitimon, po e fisnikërën kurtin. Kur ti je maksimalist në së kvalifikim, në gjuhë, mandej ki ga dëshmëri me bashkëqeverisë me ta. Që shë merë to popullë, që shë absorbën që to, që shë pranën? Populli, i kemi popullin inteligent, mësë me qenë të arsimu maksimalisht. Po, me gjitha ta, populli e merë si fymje ndajtina. Sepse pja fynë inteligencen edhe pja fynë dignitetin. Kur dikon pja prezenton njëjtën ko si njeri Serbis, edhe të njëjtën ko me të njëjtën ti, po ki bashkëpunim në qeveri, me njerin e Serbis. Kjo e paralizën kërejt në ashta opozit bërjen. Formën e opozit bërjen, sepse pra po të këthejna të e delegitimon të kritiken tonë, si opozit. Qasja skizofrenike, karshi një qështje, ose një personaliteti, njëjtën kohë në menoj që AK-ja e ka po, edhe AK-ja dhe kejtë, sot mi ofru Kurti, edhe Zotrit Haradinaj, mi ofru ga dishmëri për bashkëqeverisje, mi ofru një pozicion, për thëmë në kodër, edhe pak të emisionit që është po, kërshbohën, i thejnë kont me shku mi bashku qeverisë. Do të zemë Ramushi ka po, se mu po president? Po, një bashkëpunim që ja mundësën akomodimin në qeveri, ose po, se ka thirë. Hitë se ka thirë. Pse një mes e tiri laba, a din mund kalzu, sepse a e ka një 6 deputet. Po, edhe se ka thirë me kursy pak, pe që saj dikotomisë të tina. Qka dikotomia? Që kjo skizofrenia mundo, me kursy që mësë me dalë, hipokrit Haradine. Okej, në këtë rast e ka rujt pozicionin e Haradine. Po, e ka kursy personalitetin e luftëtarit ma shumë që ka pasur shtëria shlirimtare. Okej. E ka kursy. Asa bukure. Po, fantastike. E ka kursy që mës me deklaru hipokrit. Sa e bukur kjo, po e ka rujt. E ka rujt mës me diskreditu. Kështu besoj. Po edhe numrat e tina nuk ka mujt Kurti me rentabilizu. Po, nuk ka mujt me rentabilizu, kapitalizu në funksion të zgjidhjes së çështjes së presidentit. Interesant. Nashta se kësha pritit përgjigje, po që edhe që ta e prita. Albini ka mundësi që e ka rujt, pas asaj që aje ka thonë, sepse se ka thirë vetëmi në takim. Lab, situata është kjo që është, edhe lëvizja vetë vendosje e ka përthujse pushtetin me qeveris me këtë vend, pavarësisht rrethonave që u kriju në Kosovë, po qka është shumë e rëndësi? Qka është ideja lab ma shumë se 66 deputet? Qka më dhonë populli ma shumë lab? Nuk besoj që ka kërku vetë vendosja ma shumë. Nëse për mështetin në faktin që në faktin e pamundësisë së zgjedhjes së presidentit, nuk besoj që ka qenë një apel i Kurtit gjithësisht i vetëvendosjes për me maksimalizu numrin e deputetëve gjithësisht
shifrën e tyne të deputetëve ose ma saktë me thonë zgjerimin e pushtetit në Republikën e Kosovës. Po, me thonë, edhe unë vetë kam qenë, jem ndërdysh që nëse tu e pa pasivitetin, dinamiken e ollë të Kurtit në funksion të zgjedhjes së presidentit, mas zgjedhjes së 28 dhjetorit, mas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Ku më besu që është një përpjekje Kurtit që me repliku edhe një rezultat të ri, me provu edhe një rezultat të ri elektoral. Me provu? Po, ose me provoku një proces, po, me provoku një ma qartë, me provoku një proces të ri elektoral, i cili i ki shërby që Kurti mi mbëri nështë 82 deputet. Po, ndërkohë e kum vrej që kisha qenë edhe unë gabim, edhe kushdo, nuk muna me rekrutu kërkën në pikpamjen teme, që menoj që ka qenë e kundërta, ka qenë një përpjekje vehement, e zjarrt e Kurtit me zgjedh presidentin, sepse nëse kurgjë, në një proces i ri elektoral, nuk ja mundëson përsëritjen e një rezultati që ka pas Kurti me 28 dhjetor. Më thonë, nuk mund i replikon shifrat mbi 50%. E para, sepse nuk e ka vjosën ma tandem. Zonja presidente nuk besoj që mundet me kapitalizu vetë elektoralisht do një rezultat. Më në solid. Po, me gjitha të... Dëm mundet mi bo? Dëm, mës qenja e saj... Prezent? Po, në krah të Kurtit, në betej me Kurtin, dhe me thonë, i damko edhe i dëmëton elektoralisht dy palet. Edhe mbështetën në qëta indikator, unë këmë besu që masën e jëmë binë që Kurti ka insistu me gjithë kusht me zgjedh një president. Vjos, pse këmgullja është pse vjos asë. Sepse Kurti ka llogarit që mbështet në ato që kanë deklaru partit opozitare. Njëzëshëm kanë thonë që nuk e votojnë dikën që asociohet me Kurtin, që i ka shërby Kurtin. Aluzioni i qartë kanë për as Vjosa Osmanin. Sepse këta e kanë portretu opozita zonën presidente si pateric të Kurtit. Sidomos mas caktimit të datës të zgjedhjeve, datë që po dihet botërisht që i ka Levërdis. Po e tha dhe presidentja. E tha dhe presidentja, e tha po se tha në mënyrë të gjenuine, e tha që në funksion të një përpjekje me... Me justifiku veprimin, kuptimin... Jo justifiku, me dëmtu Kurtin, sepse është në një fushat... Edhe në kuptimin që në qofë se unë e pas nga dëmtu, si ka mujt me dëmtu, në qofë se unë ja kum lënë date 28 dhjetor. Sepse dul në tregun mediatik që kjo që jenë bo një ekip Grenelle, Edi Rama, po dojnë mja bo një Kurth, edhe kjo tash për me e qfajsu vetën në që nuk jem pjesë e qati kontingentet të njerëzve që pi bojnë komplot të Kurthit. E qatë ma shumë shkoj në emision të Qimpeka, që njët botnesh që është një opozitor karshi Ramës. I Ramës, ndonë se këj fundit, erdhë në Republikën e Kosovës në një datë saktume me apelu elektoratit, jo, po deputetëve të PDK-s me votu Vjosën për një mandat. Në thonë, kumti i Ramës, ku ke voton e siguronja Vjosës edhe një mandat, sepse e sa joj një epizod Rama që... Po, në promovimin e librit të Ahmet Shales, ato e tha një gjotha që është sulmu, për besna nuk e këshumë ditë këtë gjë, po që a ditë e mësu. Në retrospektiv, janë nisim u më dhimë të zonja presidente. Okej, pse të dhenë? Edhe kjo sakrificave. Po, sakrifica. Po, thash që pas ka hjek qika e se këna ditë na. Po, a përshë? Qësh është, ajo sintakë ma he, shot ke plagu. Jo, se di, a dhe kalzëna? Qësh është ajo, shot je plagu e se kalzu. Je plagu e s'ke kalzu, a? Edhe zonja presidente ish plagos, atëherë i shkonë në fyta fyt me spedime me gjas me dikën prej gjykatës speciale, ndërkombëtar që... Një me lapë që shë këtë gjykatën speciale, që këtë qitë proces, sepse është një proces nga pikpamja jem është i dhimshëm edhe i pa drejtë. Po kjo është vetëm një përshkrimi situatës që shumë e ndjej. Po jo, se shenë e këtë proces? Padrejtësit më të mëdhaja që kanë bë Kosovës së pas luftës, dhe me thonë, sepse është një përpjekje që me
me stigmatizu ose me qitë një hije të zezë për pjekës tonë çlirimtare, do të thonë, me rehabilitu pak Serbinë prej përqendrit një shtet gjenocidal, do thonë, një përpjekje me bërë një farë balanci dhe kjo është në kurriz të luftëtarëve çlirimtarëve. Unë rezervat e mia i kam thonë mazbuti karshi njerëzve që akuzohen ato për luftën çlirimtare, për aktivitetin e tyre, gamën e tyre në qeverisjen e pas luftës në Kosovë, domethënë absolutisht jo për krimet luftës ose për diçka të tillë, sepse ka edhe dikush thotë kanë qenë luftëtarë të mirë, po mandej janë kredhë në krime dhe deri në vrasje në Kosovën e pas luftës. Jo, nuk jem në vargun e aty njerëzve që javë ndaj vesh këta akuzë luftëtarëve të lirisë, po unë i gjykoj për faktin që nuk kanë ditë me qeverisë, ose s'kanë dashur me qeverisë në trajtjen optimale, sepse kanë pasur edhe kapacitetet, në çdo linja reduktohet, domethënë akuza jam kushtimisht karshi po gjithsesi gjykata speciale është një padrejtësi ndaj vetë shtetit Kosovës, domethënë. Lab, na kena shumë për me folë, edhe tani te po më katapulton pak, çush më thonë, po më gjun pe një temë tjetër, po që kena mishteru, dal nga dal kemi mishteru krejt. Sipas informatat që ne i kemi, keni qenë aktivisti vetëvendosjes në LAP, edhe jeni themelus, pothuajse i degës atje. Jo, pothuajse bashkë me shokun tim, Shrem Dymeri, ndonse kemi qenë në zonat të shkollës së mesme, s'kemi pas drejt mu asocu aq më tepër me themelun një subjekt politik. Gjithsesi subjekt politik, ndonse s'ka qenë pjesë e procesit politik. Po subjekt politik, aktiviteti saj ka qenë politikë. Po, jo e kemi bashkë themelu, njëri nga bashkë themeluese. Po e kemi nicu themelimin, domethënë është dashur të tregoj pak e curinë, sepse dikuj si besohet. Dashur mi mbledh 20 aktivist, kemi taku njerëz në rrugë, kemi thonë, hajde veç bëna kurumin, se na dohen 20 pjesë për mas, që me themelu një qender, dhe me thonë. Në rrugë, se kanë qenë do zyre të improvizume dhe një farë, s'po di që është e të reshtë në qëfar kushtesh e menoj që këna pënu ato. Kjo për shemë... Edhe jemi dojnë në rrugë në shesh që kemi thonë, hajde se pëna dohesh. Kjo po menaj që thuat për herë të parë, se ke thonë dikon dhe se kemi thonë kur jo. Se kemi dëgju. Kam qenë pasionant të historisë, dhe me thonë, edhe mendojsha që përmes decentralizimit dhe zonave të veçanta, Kosovës ndodh një deja vu e proceseve të tjera të Shën Stefanit, 3 mars 1878, më stim Berlinit, njëjtin vetë në qershor, ma nej konferenca ambasadorëve të Londër, ku na kanë marrë pjesë më të mira shqiptarizë, më thonë Ulqini, Shkupi, Tetova, dhe ju kanë dhënë veneve fqin Malit Zi, respektivisht Maqedonisë, Serbisë. E thesha isha i shqetësuar, thesha unë pikaj këto kongrese në retrospektive, edhe po do me ndodh një deja vu, një përsëritje e tyne, kur jem unë e dëshmitar. Edhe me shqetësu pak ndërgjegjen tem, u inkuadrova në vetëvendosje. Me bot diçka. Që thuhet me njetë të mirë. Jëm inkuadru në vetëvendosje. Okej. Lab, jo jeni një djalë i lexueshëm, jeni prezent në mediat në Kosovë e me gjërë, dhe tani kur e shet degën e vetëvendosjes në Podujevë ose në përgjithësi, a menoni që ka pas një degradim në kuptimin e zhvillimit të degës, për exempel nga një djalë që i ka kujtu kongreset të soptimin e trojeve shqiptare, ka në ardhur njerëz që e kanë për qëllim ma shumë interesin individual se coptimin. Kjo është evidente, me thonë, së problemi vetëvendosjes, së problemi... Se su gjeten atë mes? Problemi shoqënisë tonë kështu, se dyndën njerëzit mase, kur të shohin që është ofër pushtetit, dyndën njerëzit edhe... Unë nuk jem një mirë për shembull, se nashta... Po qysh ndjesh ti kur shkon në shtëpinë tonë që ti e ke marru? Ani, ato zyra kanë ndryshuar, tash janë më të bukura, po kur shkon e ke marru që to edhe ka dalë. Çka më kujtohet një Rambuja, ishi burgosur politik, edhe njëri prej bashkëthemeluesve të UÇK-s edhe figura prej prominente në Rambuje prej krahut të UÇK-s. Po. Rambuja, profesori, thotë
dhe me thonë, e gjesha paka shumë veten, dhe me thonë, e ka thonë me një intervjist dikun që e këm taku në kryesi, kemi qenë antar të kryesisë në Partinë Demokratike me një ish pjesëtar të një sistemi, të UDB-s, që më ka torturu, tekstualisht ka thonë. Edhe jam një siklet. Unë nuk këm taku të tillë në vetëvendosje, po megjithatë këm taku njerëz që, dhe me thonë, kanë qenë që keq shtesë në përpjekjen me e rënimit të vetëvendosjes. Dhe me thonë, asnjë tull nuk e kanë mënu për kundrazi. Vitë që keq, vitë që prish. Tu tentu sot janë figurat nashta më të sfikatuna. Edhe pak është e dhimbshme që kjo. E pse ndodh kjo? Për një subjekti që faktikisht na dashtëm apo nuk dashtëm elektoratin e vetë ose njerëzit që kanë dhënë kontribut. Jo, s'është puna e elektoratit. Jo, strukturat që ka pas. Njerëzit që kanë dhënë kontribut, i kanë vlerësu vetëvendosja, që t'jem sinqerë, sepse në qofë se si kishin vlerësu, me siguri që se kishin këtë mbështetje. Unë menoj që s'është problemi do si doj vetëvendosjes, po megjithatë nëse veç ndojna me identifiku si problem të vetëvendosjes, kjo është në kuadër të disa fazave që këmë thonë në të korruptimit të vetëvendosjes, kuptimin se na e reduktojna korrupsionin, e përftyrojna veç në kuptimin materiale, financiar. Në aspektin e keshit. Po, impleksja vetëvendosjes është njëna prej fazave që e mpleks vetëvendosjen me korruptimin. Në emën të fitores madhe është hap edhe për njerëzit që kanë vërtit në për parti tjera, kanë hije, kanë dalë, njerëz që kanë qenë të ashpër, po thëmë me që the për publikun, të ashpër përballë vetëvendosjes që e kanë gjykurën, e kanë asocu me Serbinë, e kanë kontestu aktivitetin, motivet kombëtare të aktivitetit të vetëvendosjes, sot janë prominenca e vetëvendosjes. Jo krejt, po një gamë njerëzve, një kontingjent njerëzve, sot janë figura të në hierarkinë e leadershipit s'po them të subjektit politik, por nashta në qeveri, në qeveri, në pozicionet kyçe të qeverisë së Republikës së Kosovës. Nuk ka problemi prapë them i vetëvendosjes, i neve si shoqëni, domethënë që jena hipokrit dhe jena oportunist. Oportunist jena kështu. Nuk e kanë gojë, domethënë ku e gjon ato që të shkon se ka probleme hiç. Pse e ka shojta, pse e ka fyja, nuk e ka atë. Llogarit në më kujtuan një emër. Llogarit në harrese. Është një gazetar Gjevdet Pozhari, edhe që nuk është e ndershme me thonë, po ai ka qenë zëdhënës i Ministrisë së Transportit në kohën kur ka qenë Fatmir Limaj, ministër në qeverinë Thaçi. Tash është njëri prej, si me thonë, mbrojtësve më të mëdhaj të qeverisë. Megjithatë edhe këmvrejt edhe të Gjevdeti ka kritika shpesh. Ka? Po. Her pas kështu sporadikisht i ka do kritika. Okej. Po. Po rrallë. Po mund t'jenë po rrallë. Lab, kemi shumë për të diskutu, po para kësaj ndeshjes që e la mas, edhe që s'po du me diskutu se kishëm diskutu si kur t'kish fitu, e patëm edhe një ekspozit, edhe një, ose rrjedhimisht kjo ndodhi, ekspozita ndodhi duke u bazu në librin e Shkelzen Gashit, që e ka shkruajtur një libër voluminoz, edhe që... Më falë, që ka thonë një gazetar, kur ka qenë e ka prezentuar Shkelzeni librin, ka thonë libër trashanek, në kuptimin që nisi me lavdru mi thonë libër i trash. E ju kujtu që është një gjuhë, përdoret një gjuhë televizive, ma e sofistikume, ma standarde, edhe ja vendosi këtë trashanek. Ai, në më thonë, pe motiveve tjera, në trajt afirmative. Boni një gatrem lingvistik, po tha libër trashanek. Po më doke që po del, po rezultën një tjilë. Jo, edhe unë duat t'i them tani e tutje një libër trashanik, se po më pelqen. Libra trash tash e tutje ku mi thonë libër trashanik. Kur shkaj me blena i libër lab, ku mi thonë a kina i libër trashanik. Fantastike. Tu ta pru librin në Shkelzen. Nëse se kanë hjek prej tregut e tash. Njeri ose autori mundet me shkujt çka do. Vendose ka lapsin letrën shkruan çka do. Po kuraja sponsorizohet nga taksat e qytetarëve. A duhet bëjmë kujdes pak këtë raport? Së puna veç të taksat, po është situata ndryshme. Jo, e para është të taksat, sepse kur provohet, kur provon... E para përmbajtja në kuptimin që tematika cila pe trajton. Tematika në vetë. E ke marrë Bajrakin me trajtu këtë tematik, në rregull jem.
Po, pak matrone bën faktin në qofë se ty të sponsorizohet libri nga... Ti nuk dite diçka për mu që kam qenë pjesë në të shkelzeni në organizatën ku i kam shkru një pjesë të teksteve. Të libri Trashanek? Por të libri Trashanek, edhe që ke... Mos sëm talë. Që të zana fillon edhe prishja raporteve të mija me shkelzenin. Okej, po kjo është lajmë. Kjo është lajmë. Po, ade nuk më dosh me thonë Jehon, se nuk është as krenaria. Jo, është për Jehon, sepse ka një problem se i një prish. Edhe kjo është tema. Edhe kam qenë pjesë, po shkurt kam qenë, sepse e kemi diskutu disa herë me ta që... Pse u prishët? Jo, për me shpjegu, për me shku edhe për qashtë, epilog, edhe i prishjes e raporteve të mija me ta, do të me shpjegu pak personin në fjallë. Më thonë, është person që shërbehet hala me rol modele. Qa është rol modele? Me rol modele, dhe me thonë, shkelzeni, këtë aktiviteti i shkelzenit nuk premisohet, nuk premisohet bi motive antikorptare. Qëta do të me pas të qartë. Edhe njerë shpjegom as to. Do me thonë, aktiviteti tina nuk e ka princip, do me thonë, antikomptarizmin, do me thonë, ose tratin, ose diqka. Mila, sepse këtë du më të sfidu pak. Po, veç që krej dalë, në fund, do me thonë, është, i thash i ka dy, sidomos dy rol modele, do me thonë, e ka Natasha Kandicin edhe Lubonjen, Fatos Lubonjen. Synon, Fatos Lubonjen, dy personat respektiv, e kanë doktrinare këta, do me thonë, me qenë kozmopolitan, me pa njerin qytetar të botës. Qëka që ke kosmopolitan? Me ka qytetar i botës, mësë me pa njerin bi motive... Mësë me pa ngosht? Mësë me pa ngosht, mësë me reduktu njerin që bi premisa etnike e nacionale. Mësë me trajtu të me thonë... Me pa njerin vishë si nësën? Me pa qytetar të botës, mësë me thonë ti e shqiptar, ti e turk, ti e kësi, kosovarë, diqka po qytetar të botës. Edhe këta e kanë doktrinare, sepse besojnë një pozicioni teorik të postmodernizmit, edhe që nuk besojnë në këmbe, nuk besojnë në etnije, ashtë ma pak në etni, shkelzeni është i padishëm, është në kapacitetin e tina... është i padishëm? Po, mi përbrëndcu mënyrë maksimale si modele personat në fjallë. O shumë e rëndësi, nga një bashkëpunëtor, nga një ishë bashkëpunëtor. Qëto po thëmë, Ti po thua që na po ga bojna që për morëm seriosisht. Këto originon edhe kërejt defekti tina edhe ekspozitës, po edhe një komponent shtesë që është kultura jonë, një farë kulturë në nëshalante. Hajtë se abedin të bëj këto, hajtë të bëj... Krahas kësa i shkelzeni ka dhe dy modele, edhe kur i bën naze Rambujes, e ka për një pozicionit të një formacionit tjetër politiku ushtarak të që është LKQK-ja, edhe po, sepse asocohet edhe është jata shumë për të figurat e lëvizjes për bashkim, respekt se dhone, dhe me thonë i menoj si intelektuale. Edhe pozicionimi ti anti-Rambuje është edhe pak i ngjizëm prej modelit të Bacës Adem Demaci, kuptohet. Po nuk besoj, prapa thëmë që asë një aktivitetit tina nuk besoj që bëhet me qëllimin, me qëllim që diçka me qenë disfunksion të kombit të Republikës Kosovës. Jo, po thoni që është i padishëm. Po, i ka modele, thash Lubonja. Lubonja avokanti, dhe me thonë, është kundër figura autoritare, kundër Skënderbeu, ti konteston çdo autoritet dhe beson në lirinë dhe të drejtat e njeriut në mënyrë absolute. Njëjtë edhe Natasha, sepse është e qartë një sërbe, dhe me thonë, ka bë kallëzim penal për bashkëpatriotët e saj, të cilët kam kry një projekt, ju kam bashku një projekt i genocidal në Republikën e Kosovës. 90 sërshve ju ka ba kallëzim penal. E ky nuk ka mujt në të rajten optimale mi përbrëndzu ata si modele. Sepse është, pra po thëmë, është për te mundësisë e ti intelektuale. Kjo që ka përthu është shumë rëndësi e shpjegama nga dalë. Me sinceritetë më të madhe. Model, Natashën. Tani, aja me të drejt... edhe Fatosin. Po, edhe Fatosin. Po, në rastën e Natashës. Aja me të drejt, si që ju referuat jo, bashkëpatriotët e saj që kanë bërë genocid në Kosovë,
aja i ka bo pa di, i ka pa dit. Edhe Shkelzeni e ka një atë model. Po, Shkelzeni edhe çush ka qenë po viqja ka huq. Po, çush ka qenë konceptu me ideja e prezentimit të masakrave. Masakrat e kryera... Me të drejt, unë i dho vetës të drejt me vlerësu këto që ka po thone që është shpjegimi ma i mirë, ma i sakt që e kumë dëgju në jetë. Çush ka qenë ideja e konceptimit të prezentimit të masakrave. Masakrat që në kry nga forcat policore ushtarake serbo-jugoslave, incidentet e natës, ka pas 3-4 të tilla në fshatin Luzhan, rrugës magistralja Podojev-Prishtinë, kilometri 12 nëse vim pe i Podojeve, në Korish, edhe ka ndodhur disa më falë, se ka shumë të tilla që... Edhe krimet e kryera nga ushtria qeveritare. Okej. A jam i qartë, më thonë, krimet e kryera nga forcat ushtarake, paramilitare serbo-jugoslave, incidentet e natës edhe një kategori kanë qenë krimet të UÇK-s, që kanë qenë rast Radoniqit, masakra Radoniqit, për të cilën i akuzuari komandanti i zonës operative të Dugaxhinit, zoti Ramush Haradinaj, është liru prej aktakuzës në tribunalin e Hagës mungesë të provave. Okej. Kanë qenë edhe një masakër në një fshat Gjilanit, më falë, një krim që në vra disa sërbë. Dhe me thonë, problemi ka qenë, jo veçone, në bisede si për i kemi thonë që Shkelzenit që nëse i portretojna edhe nëse e kategorizojna edhe një krimet e kryera nga UÇK-s, dhe me thonë, kjo parazvlerësohet në sytë e opinionit ndërkombëtar, se më thonë, dy palë pas ka kry. Nuk i interesën shifra. Cili ma shumë? Po ti pe barazën? Pe barazën. Edhe është njeri që, të me thonë, ka probleme në raport ndërpersonal me njerëz. Të me thonë, unë një farë mujshari, po, prapë, unë nuk besoj, po e di sigur që nuk i bën asnjë me motive kështu, që janë në kolizion me kombin. Për kundrazi. Edhe është patriot, e dën kombin, po dhe nuk din as me dash, domethënë apo. Pse je prish me të? Po çtu, domethënë në raportet, çtu. Pak çike kritik, pak çike tjetër, pak një tjetër. Më kujtohet edhe që një situatë interesante se tash isha të shkruar për masakrën e Mejës. Edhe atë kryesisht kanë qenë shqiptar katolik ato të masakrun. Edhe të shkruar masakrën, të e marrë tekstin, edhe më trajtojnë lot sepse një vajzë e marrin me përdhënu forcat serbe, i thët babës pas krishtin babë, mësë më le me shku me ta. Kumë të saj është që mësë më le me më përdhënu. Me thonë edhe mund të trajtojnë lot, a ja nisi që të je nacionalist, s'ka të bëjmë nacionalizm, kjo është njerëzore, edhe oda tjetër me konë. Më tërqet trupi. Po, qështu, ka pak, din me sa ju, me të ndajvesh fjallë, adin, jena të glorifiku, jena të subjektiviku, dikon që s'ka rëndësi. Këtë fillim, për ata që jenë orë ma vonë të emisioni, këtë fillim e the, është i pa ditur. Për besë, po. Zarari mund tjetë i madhe. Edhe unë me thej që kur premisa, për që ta thash premisa, e dita që po thëmë, dhe me thonë aktiviteti ti kur sështë i premisum, dhe me thonë në kolizion me synimet kombëtare tona, në që efektet mundet mi pas edhe të tina, edhe unë e menoj që edhe Rugova ka qenë, ish presidenti historik ka qenë patriot, dhe me thonë një farë nacionalizmi, kushtimish me thonë primitiv. Unë nuk ta vetëvendosis presidenti historik që s'ka qerë. Në kuptimin historik, sepse ka qenë një pare, po edhe aj, dhe me thonë ka qenë nacionalist, edhe ka dashtit ven, në njërë të verbert, po dhe me thonë s'ka qenë një boderum, edhe efektet ma nej ka mujtë mi pas që i kanë shërby në funksion të Serbisë. Efektet dhe me thonë, e politikës e ti, në kuptimin që unë besoj që e ka jashtësu idenë e qlirimit Rugova, se sëmë pyte, veç për bëjnë një komparacion, e ka jashtësu idenë e qlirimit, rrjedhimisht që kjo e ka pamundësu që shqiptarët mju bashku, mju përgjigj kushtrimit për luftën qlirimtare, dhe me thonë, sepse e ka atrofizu shqiptarin të me thonë që kjena bashkësinë ndërkombëtare, ajo ka rezultu si vizion. Ka pas epilog, po me gjitha të e ka demobilizu shqiptarin në përpjekjen e tij qlirimtare. Lab, ti je shumë prezent në media edhe në njërën nga studiot... Kryesisht në Klan,
më saktësisht në Në Rubikon. Po në Kilan këtë veç halo motin se kom prezentu. Katar. Me thëmë për lavdi këto, po është si kritik për që Po inflacion besoj temi që po. erdhe te ne edhe në një format tjetër, po besoj që ke kalu pak më ndryshe se atje. U knoqa. Faleminderit. Për vesë. E keni edhe një punë goxha të vështirë, sepse me të gjithë panelistët që jeni aty bashkë, ata kryesisht kanë qenë lëvizje, vetëvendosje, nashta pak mas teje. Po, shumë. Pëthuj se edhe Aida mas meje, besëm. Aida Dërguti që ka militun vetëvendosin dikun 2006. Edhe tani... Në kryetarja e vetëvendosin. Ata e kanë dihmu vetëvendosin më orën pushtet, tani kanë dalë prej vetëvendosjes, ti prapi ki bindit të tuja, që unë i vlerësojnë kuptimin, sepse njerës gjykojnë edhe menojnë. Kjo e kompozën shoshnin tonë, ka menim ndryshe. Pra po thëmë që për te i vrejtjeve që këm që s'ka mujtë vetëvendosje me optimalizu programin politik saj, gjithësisht të premtimet elektorale, dhe së menoj që nuk na pas në historitë Kosovës, gjithësisht qeverisje të përmasave të vetëvendosjes, në kuptimin që është në funksion të mirës e përgjithshme. A komplekse me korupcionin, po. E di që dhe vetëvendosja ka raport me korupcionin, po me gjitha të krahasu me partit pararendse, gjithësisht me qeverit pararendse, qëndrën shumë ma mirë, qëndrën ma i diferente për balë korupcionit, raportin e saj me korupcionin kom ma shumë në traj të zhdrejt. Okej, në dhosh zotit, të kem fatë shëndet, këtë temë në erë tjetër, kemi me diskutua me... Tash më s'kom lem pa i thonë që të sene. Me shteru. Kësi bish ta dim ku jem, ta dim ku jem, e vërdet. Po, qysh ndjesh se kjo ke fillimi i pyetjes, qysh ndjesh kur i ki përballë çata njerëz të cilët kanë qenë vetëvendosje, mas ne kanë dalë për vetëvendosjes dhe sot ta drejtojnë gishtin, ta binë të syt, të thonë që ti kështu. I pranoj se ato motivet e ikjes së për vetëvendosjes nga ajo gamë njerëzve që i kanë përballë variojnë. Dikush e ka pas parimore, domethënë, e dikush se ka pas parimore, edhe po, pak është vështirë e ka përdishme kur të moralizon dikush që e ka kriju atë Albinin që vetë ma prezenton si monstrëmsët. A e mshelëm e që ta? E mshelëm e që ta. E mshelëm. E ka maru edhe sot del thët kë nuk bën. Kjo është... Jo nuk bën, po s'kvalifikime i sërbise. Sum të kanë mu, i sërbise mandej i qmendu në në këni. Si u dhëhet si emisionit sum të kanë, kështu që të gjithë njerëzit që jënë pjesë e pushtetit, studio është e hapur, edhe me nda tregimet edhe ketë ato që menojnë, që janë duke i bë për vendin tonë, pa tendencë, pa qëllim. La bënë ty të falenderoj pa fond. Unë nuk nasha bashkë me ju. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për mundësinë të shkoftë puna në barë. Faleminderit, kënaqësi. Me që mi kesha, deri në emisionin tjetër, miru ta kofshim, por para se me mbyllë emisionin, marë si kaloj jemi në prill, po koha ka marë ftëft. E për mundëze e me shpenzu pak ma pak rrymë, se rryma është rajt, Bruna është njëna për klima ma fantastike që kemi në tregun Kosovar, edhe përbes bashkë do të me jemi blese ju krynë punë. Mas nej Alfest një ndërtus fantastik, me banesa fantastike, edhe i përgjithshëm, mundën i me ble, tash është koha dhe mërgjimtarve që fillojnë me ardhë, me u këty në vendlindje, edhe në qofë se eventualisht ju kanë ra flokët, me i mbjell flokët e uzoni, përbes një 10 vjetë të hikë si mus mi pasë, të më thonë qasë. Të shpija nuk në gjojnë kur shkanë. Faleminderit shumë deri në emisionin tjetër, miru ta kofshim.